Avokat, ju falenderoj që u kam sërish këtë javë për diskutuar mbi ato çështje të cilat sigurisht le të themi po shenjojnë edhe këto ditë të nxehta të gushtit. Atëherë, unë do doja që së bashku të bënim, le të themi, një rezume të punës së SPAK, të punës së drejtësisë. Si mendoni ju se si SPAK për gjatë këtij viti pati dosje të rëndësishme sipas jush që dhanë një impakt pozitiv të punës së kësaj prokurorie, apo keni një tjetër mendim? Qasja ime është që t'i jap gjithmonë një lloj mbështetje, pra sa është e mundur këtij institucioni, sepse Shqipëria ka shumë të nevojshme që të ketë një institucion sikundër është SPAK-u, që të luftoj në mënyrë të qëndrueshme, sidomos korrupsionin në rangjet të larta të saj, një gangrenë e madhe 35 vjeçare. Sigurisht edhe kriminaliteti, po unë gjithmonë rrekem tek korrupsioni sepse kam pasur gjithmonë dhe do kem atë qasjen që korrupsioni është problemi më i madh që ka ky vend, dhe jo kriminaliteti. Dhe thënë këtë, do t'i vendosja një notë negative punës së SPAK-ut gjatë këtij 6 mujorit të parë, nëse do ta konsideroni të tillë, apo qoftë dhe punës së SPAK-ut gjatë periudhës pothuajse 6 vjeçare, që nga dhjetori 2019 kur është krijuar zyrtarisht. Avokat, një ndërhyrje të lutem, që ta bëjmë pak në formë bashkëbisedimi. Ajo çfarë ju thoni është për krimin organizuar, le të themi ka një notë pozitive sepse ne dhe e kemi diskutuar herë të tjera. Për sa i përket korrupsionit, ndoshta SPAK në vetvete qëllimi që pati ishte ngritja e këtij institucioni për të luftuar korrupsionin në nivele të larta drejtuese, pasi krimin organizuar fare mirë mund ta bënte prokuroria e krimeve të rënda, që funksionoi patjetër deri në vitin 2019. Përse notë negative për korrupsionin, kur në thelb kjo ishte qëllimi që u ngrit SPAK? Pikërisht për atë që ju sapo thatë, për sa i përket pjesës kriminalitetit, ne kishim krime të rënda, nuk kishim nevojë që të le të themi të themelonim një institucion të ri sikundër është SPAK-u. SPAK-u që në krye të herës ka qenë institucioni i cili në pritshmërinë e qytetarëve shqiptar do të bënte shumë çka kundër atyre personave të cilët konsideroheshin si të pandëshkueshëm në harkun kohor të 35 vite, dhe këtu e kam fjalën për ministra, drejtor, ish ministra, ish kryeministra, president, njerëz të gjithë pushtetshëm, të cilët për shkak të pushtetit të cilët ata kanë pasur, kanë vjedhur në mënyrë brutale taksat e qytetarëve shqiptar dhe buxhetin e këtij vendi. Në këtë aspekt SPAK-u ka marrë një notë për mendimin tim negativiste, për mos më thënë që unë nuk e kategorizoj dot as deri te dyshit e treshit, sepse edhe ato vepra penale korruptive, të cilat ai ka netuar SPAK-u gjatë gjithë këtyre 5-6 viteve, kur kanë shkuar në gjykat, janë të shbërë si ato kështjellat e rërës. Nuk ka akoma një personazh i qenësishëm nga le të themi bota e politikës dhe pushtetit, të cilët të ketë një dosje sot në gjykat, ndaj së cilës ne nuk mund të kemi kontestime. Avokat, përse ka ardhur kjo? Mund të thotë, mund të flasim për Erion Veliaj. Unë ja bëj të qartë shqiptarëve që Erion Veliaj është në paraburgimin e Durrësit për të brendshmet e gruas së tij, nuk është për hallet dhe problemet dhe për ato për të cilat ne pretendojmë se Erion Veliaj, si kryetari i bashkisë, do duhet të hetohet. Edhe e kam fjalën për teatrin, kam fjalën për inceneratorit, e kam fjalën për lejet e ndërtimit, e kam fjalën për ekoparkun, për Ndragetën, për 1001 problematika të cilat ka pasur Bashkia e Tiranës dhe ka. Asnjë nga këto, edhe pse SPAK-u thotë që jemi në hetim e sipër, Erion Veliaj nuk ka një akuzë të mirëfillt. Dhe ky për mua është një dështim shumë i madh i SPAK-ut. Po e marrë në personazhe për të thënë, domethënë se nuk duhet të merrem me sërën në purse të cilët u thirrën nga SPAK-u dhe pastaj mbrapa shkuan në Maldive dhe në Bora Bora duke bërë pushimet e tyre. Pra, nuk bën as edhe një tip burg, asnjë, zero. Pra, këta të cilët do duhet të shkonin prapa hekurave, masa shtrënguese, këta nuk bën as edhe një, pavarësisht se kanë vjedhur në mënyrë më flagrante të mundshme.
Pse ka ardhur kjo? Nuk do të personazhe të tjerë, qytetarë të tjerë të cilët nuk kanë pushtet. Mua më intereson shkaku, sepse duhet marrim disa faktorë. Janë 20 prokuror, kemi 60 hetues, agent të byros kombëtare të hetimit, pra një grup prej 80 vetash, le të themi janë një sër dosjesh të cilat kanë dhe masivitetin dhe volumin e tyre në raport me punën. Kjo është një anë. Ana tjetër lidhet me se çfarë përzgjedhin prokurorët te kodi penal. Të shikon ty ai dhe thotë ty të shkon kjo vepër penale për shembull shpërdorinë e tyre. Ana e dytë, aftësia profesionale për të hetuar. Tani si kategorizojmë të treja, i lidhim dot, janë të mëvetshme pra, janë pavarura këto që thash unë. Çfarë ka ndodhur? Janë të treja bashk, sepse puna e spakut ose puna e një profesionisti nuk mund të ndahet në 1, 2 apo 3 pjesë. Kur them janë të treja bashkë, e para fakti domethënë që me ndryshimet në reformën e drejtësisë, për shumë njerëz të cilët kanë duartrokitur me të madhe, po them edhe një herë, nga 2016-2017, prokurorët në përgjithësi nuk dalin fare më nga zyra. Pra, janë reatuar atyre te koltuku i tyre dhe s'duan të dinë më se çfarë ndodh. E kanë më kollaj domethënë që të çojnë në gjykat një nën punës shtetit, drejtor apo cili do qoftë ky për shpërdorinë e tyre, sesa të qasen drejt një hetimi të thelluar për të nxjerrë veprën penale të korrupsionit. Politika nuk ka vendngjarje. Që të kuptojmë fare mirë, që ta kuptojnë njerëzit fare mirë. Shpërdorimi i detyrës është 99% të rasteve korrupsion. Prandaj unë dhe shumë kolegë të mi që njohin fort mirë ligjin dhe avokatin, kemi thënë gjatë gjithë këtyre viteve që ky shpërdorim i detyrës duhet të hiqet fare nga kodi penal, sepse është një vepër penale e cila rehaton prokurorin. Pra prokurori nuk lodhet shumë që të bëjë hetime për korrupsion dhe pastaj duke bërë hetime për korrupsion, duke e faktuar korrupsionin, shkon dhe e çon atë drejtorin, atë ministrin, atë zëvendësministrin, atë nënpunësin e shtetit, e çon përpara drejtësisë për një vepër penale të rëndë, ashtu si kundër ai ka shkaktuar shtetin shqiptar. Ktu vidhet ditën për diell në mënyrë të tmerrshme, mjafton vetëm të shikosh tenderimet që ka bërë dhe që bën ky shtet, dhe ky institucion nuk bën as edhe një gjë në raport me atë çfarë ndodh. Avokat, përse ju intereson një mandat i 2 tyre prokurorëve janë duke bërë një marrëveshje në rrogoz me politikën shqiptare që do ju godasim, po do ju godasim lehtë, na jepni mandatin e dytë që nga 9 vite ne shkojmë 18 vite. Kush e meriton sigurisht një pjesë atyre prokurorëve, si mendon ti? A ka diçka në këtë histori? A lidhet e gjitha me paftësinë profesionale për të kuptuar që shpërdorimi i detyrës në 99% të rasteve, siç citoni ju, është korrupsioni mirëfillt, është vjedhje parash? Çfarë ka këtu? Paftësi nuk është, sepse ata janë njerëz të cilët e njohin ligjin për mendimin tim, por ata nuk mund të zhvishen dot nga infektimi që ka marrë popullata shqiptare, qytetarët shqiptarë gjatë këtyre 35 viteve. Shpesh unë përdor atë shprehjen ata nuk janë alien apo marsian dhe erdhën këtu tani edhe janë të pa infektuar nga çfarë ndodh përreth. Sigurisht janë shqiptar, janë njerëz si puna jon, me njerëz edhe ata me fise me fare fis, të ndikueshëm nga para e madhe që gëlon për shkak të pushtetit që ka kjo qeverisje. Çka nuk do duhet pikërisht këtu do duhet të ishin imun, sepse duke qenë profesionist do duhet të ngrihen në një standard krejt tjetër. Unë vërej, dhe këtë e kam analizë pastaj se nuk kam fakte, se po të kisha nuk do kisha shumë problem për t'i thënë. Unë vërej domethënë që thjesht me reformën e drejtësisë nuk është shuar korrupsioni, po është rritur pazari. Dhe kur them që është rritur pazari, kam fjalën është rritur pazari në rangjet e drejtësisë, jo thjesht tek ata të cilët bëjnë korrupsion gjithë ditë në këtë vend. Thënë këtë, spaku dhe drejtësia dhe gjykata në të dyja rastet, në shumicën e rasteve po ta shikoni juve dhe po ta analizoni për shumë nënpunës civil apo persona të cilët janë hetuar për vepra penale korruptive, madje edhe për grup të strukturar kriminal, kur kanë shkuar në gjykat,
të gjitha këto vepra penale janë bjerrur në thjesht shpërdorim detyre. Ose po t'jap rast konkret, sikundër që për së mësë fundi rasti i të akuzuarve për dosjen e zotit Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Për të tre të akuzuarit e tjerë të asaj dosje, hiq këtu zonjë Kryemadhi dhe zotin Ilir Meta, pra për të tre të tjerët nuk do bëhet as edhe një ditë burg. Tani, unë jo domosdoshmërisht duhet të them domosdoshmërisht shqiptarë që ata të tre, Pirot Xhixha, Ema Qoku dhe zonja Kryemadhi, zonjës Monika Kryemadhi, duhet të shkojnë para drejtësisë ose para në burg. Por ama nëse ti përpara një viti e mbarse opinionin publik që këto kanë bërë korrupsion të rëndësishëm dhe tentove të shkosh me grup të strukturuar kriminal, tani unë nuk e kuptoj se si pastaj kur ti shkon në gjykatë thua, unë do kërkoj 5 vite burg me gjykim të shkurtuar dhe pastaj kërkoj direkt shërbim prove. Nuk ja le as gjykatës që ta zgjedhin të drejtën e shërbimit provës. Pa e kërkon ti direkt si spak. Dhe kjo mua më duket pastaj që në gjuhën tonë i thonë jo profesionale, në gjuhën tuaj i thonë pazari hapur. Çfarë do të bëndë? Dhe jemi te pika, unë bors malli dhe pollinjimi tha. Pra e rrisim stekën dhe pastaj mbrapa e bjerim tek shpërdorimi i detyrës dhe gjëra të këtij tipi. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në shumë në punës të tjerë të këtij shteti. Prandaj unë kam gul dhe them gjithmonë. Ore, më mirë domethënë mos merren fare me krimin. Hiç mos merren fare me këtë. Ka prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm as gjithkusht tjetër. Këta zotërinjtë e SPAK-ut, ta 20 prokuror, ata 60 pjesëtar të PKH-s, duhet të merren ekskluzivisht vetëm me korrupsionin. Korrupsioni është gangrena më e madhe që po shkatërron këtë vend. Dhe ndodh për ditë, Andi.